Nga SPAK-u i duhet të paraqitet 2 herë në muaj, Sali Berisha hodhi akuza të forta ndaj këtij institucioni dhe ndaj gjyqtares që i ka caktuar masën e sigurisë Irena Gjoka. Ai thotë se në dëshminë që ajo ka bërë si person i paditur për fshehjen e një dënimi në Greqi, në proces verbal nuk është firma e hetuesit që ka marrë deponimet e saj. A mund të imagjinoni ju që dëshmia e Irenës në 2 faqe gjysmë, po, ka vetëm firmën e Irenës dhe administrohet në dosje gjyqësore pa firmën e hetuesit. Ky është hetimi që ka bërë Altin Troplini Irena Dumanit. Ndërkaq për dosjen Balluku, i pyetur pse nuk e ka bërë publike, ai thotë se duhet ruajtur sekreti i identitetit të bashkëpunëtorëve të drejtësisë. Aty ka bashkëpunëtorë të drejtësisë. Dhe unë në asnjë rrethan nuk pranoj kurrë që ata të tradhtohen. Jo. Për mua bashkëpunëtorët e drejtësisë janë njerëz shumë të çmuar. Pavarësisht se kanë bërë gabime, pavarësisht se kanë, por në fund të fundit i kanë thirrë vetes dhe kanë gjetur 1 miligram njeri dhe njerëzore që t'i shërbejnë shoqërisë me dëshminë e tyre. Në 30 prill në gjykatën e posaçme dëshmoi në gjyqin Partizani kallëzuesi çështjes Taulant Balla. Ai tha se ish-kryeministri Sali Berisha dhe dhëndëri i tij duhet të mbajnë përgjegjësi ligjore për privatizimin e kompleksit. Të dy janë vënë në akuzë nga SPAK për korrupsion, ndërsa Maltezi edhe për pastrim parash.